Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse SVR ka akuzuar Serbinë se po furnizon fshehtazi Ukrainën me municione, duke shkelur qëndrimin e saj zyrtar të neutralitetit në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një deklaratë me titullin Industria serbe e armëve, përpiqet të ngul thikën pas shpinës Rusisë, SVR thotë se Serbia ka dërguar qindra mira predha për artillari dhe miliona plumba për armë të vogla. Sipas SVR-s, këto armë kalojnë përmes vendeve të treta si Çekia, Polonia dhe Bullgaria, me dokumenta të falsifikuara për përdoruesit përfundimtar. Qëllimi është i qartë, vrasja dhe gjymtimi i ushtarëve dhe civilëve rus, thuhet në deklaratë. Shërbimi rus përmend disa kompani të industrisë së mbrojtjes në Serbi, të cilat i cilëson si pjesë e një linje montimi e vdekje, duke akuzuar se dëshira për fitim ka bërë që ata të harrojnë miqtë e vërtet. Rusia ka qenë gjithmonë pranë Serbisë në momentet më kritike të historisë së saj, përfundon deklarata. Ndërkohë, në qershor 2024, gazeta Financial Times raportoi se Serbia kishte eksportuar afro 800 milion euro municione që përfunduan në Ukrainë përmes palëve të treta. Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk e mohoi këtë shifër, duke thënë se eksportet janë pjesë e rilindjes ekonomike të vendit. Po, ne eksportojmë armë, nuk mund t'i shesim as në Ukrainë as në Rusi, por kemi kontrata me amerikan, spanjoll, çek e të tjerë. Çfarë bëjnë ato me to? Nuk është puna jon, deklaroi Vučić për Financial Times.